Thot more bir, vdekja ka sikur një kodër e madhe mbi krah, mbi shpinë, e cila po të rëndojka. Peshë e madhe, e ranë, edhe sikur shpirti po del për bir gjylpanës, toka e qielli janë bo bashk e unën mes tyre. Para mendoj çfarë përjetimi të mërshëm e i dhimbshëm. Toka e qielli janë bo bashk e unën mes tyre. Para mendoj njëri që ka shoqëru pejgamberin alayhis salam, ka jetu me pejgamberin alayhis salam, ka marrë pjesë në betejat lavdishme, që përmenden sot si betejat lavdishme në historinë e Islamit, dhe ne krenohemi me ato, sepse më bo sebeb që krejt Egjipti me konë musliman me përjashtim të vogël. Por thot birë jam dije, tash i thot birë jam dije, djali jam dije, se jeta jam kaloi në 3 faza. E para thot Allahu i madhruar në vazhdimsi na porositi ihdinas siratal mustaqim, që më na uzon rrugën e tij të drejtë. Ihdinas siratal mustaqim, na uzo Allah në rrugën tënde të drejtë. Ndaj dhe falenderojmë Allahun e madhruar për udhëzimin, për uljet, për mundësinë e nënshtrimit, për mundësinë e kërkimfaljes, për mundësinë e sadakas, për mundësinë e përmundësit e pafundme, cilat Allahu i madhruar në vazhdimsi në jep, cilat në vazhdimsi në i dhuran, dhe pa mëshirën e ti gjellë gjelalu, as edhe një diçka të vogël, nuk do të kishim mund të veprojmë. Prandaj falënderimet Allahut i takojnë fillim edhe mbarim. Dëshmoj bindshëm, për ulshëm, se nuk ka të adhuruar me merit përveç Allahut gjellë gjelalu, po ashtu Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguar i tij. Paqja dhe mëshira Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi çdo besimtar dhe besimtare deri në ditën e gjykimit. Të nderuar, të respektuar vëllezër, jemi në këtë ditë bukur xhumos, por shkurt çfarë po du me e thonë, po du më kthy shumë shkurt me xhumon e kaluar. Ajo është e pat që një vllai joni këtu në mesin ton me neve ishte gjatë tërë kohës, edhe e ndëgjoj edhe hutben. Mirë po, xhumon nuk mujti me falë me neve. Subhanallah. Ai vllai joni u desh me dal jashtë, prej aty ka shku në qendrën e mjekësisë familjare, këtu afër, edhe prej aty ka shku për Prishtinë, edhe më ka shkruar mbrëmje, thot hoxh, kërkoj falje ty edhe gjithë xhamatit që i kom bezdi sot dhe kom vënu namazin e xhamas. Subhanallah. I thash edhe namin temin, edhe namin xhamatit, halal e ki jo Allah. Tha, i kom qitë 2 stenda. Sa është interesant jeta. E shini o vllazni. Sa është interesant jeta. Askush nuk e din se çka kem përpara. Askush prej neve nuk e din se çka na pret. Askush prej neve nuk e din se çka do të ndodh. Jo nesër, jo mas nesri, po mas pak. Mas pak. Prandaj veç mendimin e Allahut çdo herë jemi të fortë. Mendimin e Allahut ecim përpara. Mendimin e Allahut e adhurojmë dhe ne nshtrohem vetëm atij, për ulem vetëm atij. Kur ai na jep mundësi, ne i për ulemi. Prandaj është me marrë mësim. Po ashtu sot një javë, njëjtën kohë, me neve këtu në xhami, ka qenë fund atij edhe një haxhi që djeja ka dorëzuar shpirtin e Allahut. Djeja ka dorëzuar shpirtin e Allahut, Allahu më mëshiroft ya Rabbi. Bile që ati burrit që përrin kom që të qëtash, ja ka lëshu karrikën e vetë. Karrikën e vetë ja ka lëshu. 75 vjeçar. Prandaj, vdekja është moment që çdo gjë e prish, çdo send i jep fund. Dhe Allahu i madhruar na foli për këtë në Kur'an. Dhe Allahu i madhruar na tregoi për këtë në Kur'an, innaka mayyit wa innahum lamayitun. O Muhammed, ti do të vdesësh, por edhe ata që do vinë pas teje, edhe ata që janë me ty, e që janë rreth teje, e që flasin për ty, e që do të vinë pas teje, ata do të vdesin. Ligj i të madhit Allah që askush me ik nuk mundet kur dhe asnjëherë. Kur dhe asnjëherë. Po ashtu, Allahu i madhruar po thot kullu nafsin dha'iqatul maut. Çdo krijes, çdo frym, çdo gjë që merr frym, që e dim e që s'e dim, krejt kanë me shiu vdekjen. Çdo gjë, pa përjashtim. E Allahu po na tregon përmes këtyne e përmes shumë ajeteve të tjera kuranore që o robët e mi, përgatituni, mos rrini pa kujdesshëm, mos rrini pa kujdesi, se nuk i dihet. Mos rrini pa kujdesshëm sepse nuk i dihet. Prandaj është moment i cili nuk mëshiron. Kur vjet caktimi i Allahut, çdo kush do ta shijon, e Allahu i madhruar po thot fa idha jaa ajaluhum la yasta'khiruna as-sa'a. Kur t'ju vjen aty në caktimi me dorëzu shpirtin, nuk kanë mundësi me shty.
e as nuk kanë mundësi ata me e përshpejtu. Prandaj, çdo kush duhet me ditë rregull, se nga njëherë i ndëgjojmë disa fjalë të dhimbshme prej disa njerëzve, edhe besimtarën Zotin, çka ju kom lut Zotit me marrë shpirtin? Pse ju ke lut Allahut me marrë shpirtin? Pse se ke falendru Allahun se ka dhënë një mundësi me falendru atë, e me kërku falje prej tina, e me dhonë ndonjë sadaka, e kështu të ngjajshme, cilat të afrojnë me Allahun e të largojnë prej gjunave. Pse? Sepse nuk e kuptojnë dinin e Allahut o vllazni. Vdekja nuk mëshiron. Kur të afrohemi aty nuk ka kthim mas mo, nuk ka. Ndoshta secili prej neve kish me thonë, bre, kthejnë edhe herë, çush e ka përshkruar Allahu në Kur'an, t'jap sadaka, t'jap këto, të bëj punë të mira. S'ka mo, u kry. Prandaj e pas shumë kujdes. Mos më habit dunjaja. Jo mos më punu, gjithsesi me punu. Amo mos më habit dunjaja bre, e mos më na mashtru lakmia, e me u përqa, e me u shkatru me zvete, e me u bo pik e pes që thot populli me zvete, e me xhelozu pastaj, sepse nuk ka kush që merr prej kësaj dunjaje ma shumë përveç se 2 me 1. Kush gjë tjetër ma shumë hiç. Prandaj nëse ndalesh edhe mediton këtë, çdo gjë fillon me ndryshu, edhe çdo gjë bëhet në favorin tënd. Mos më na mashtru dunjaja, sepse dunjaja është e tillë o vllazni. Dunjaja shpeshherë na bën që ndoshta Zoti na ruaj për pak, edhe me deviju edhe me shku pa dinë pa iman. Ka qenë një djalë i cili ka pas xhamin afër shtëpisë dhe zakonisht ezani e ka nxonë në xhami. E ka fal namazin me rregull, ka qenë i devotshëm, por në Kojshi afër xhamisë aty e ka pas një familje jo muslimane dhe kur e shef atë vajzën, mahnitet, edhe shkon me lyp dorën e saj. I thot, jo, s'bën, thot, pse s'bën? Thot, nuk bën, thot, sepse baba jam, thot, nuk t'jap, kur, thot, edhe nuk marton edhe vet, po dhe baba, thot, nuk m'jap për ty se ti je musliman. Çka me bë, thot, ti dush me ndru fen? Mo, veç fen me ndru, e di që baba ka me pranu. Po edhe unë e pranoj. Edhe subhanallah, shkoj e ndroj fen edhe tha po. E ndroj fen edhe u feju me atë vajzën. Po të njëjtën ditë, këtë djalë ngjitet në kulmin e shtëpisë edhe rrshet e bjen dekun tokë nga kulmi i shtëpisë së tij. Edhe vdiq pa iman, edhe nuk e murr ata. Subhanallah. Edhe vdiq pa iman, edhe nuk e murr ata. Sa fundi keq i dhimbshëm. Sa përfundim e dalje e të mërshme shtë i saj bote. Ka qenë Abdullah ibn Amr ibn al-As, një djalë i cili ka qenë djali i një babë shumë të mirë, Amr ibn al-Asit, i cili ka qenë udhës i muslimanëve, i cili ka në udhëheqjen e tij është shliru Egjipti. Dhe kur i ka ardhur vdekja që ti Amrit, ju ka afru që ky djali tina Abdullahi edhe i ka thonë o babë, thot hajde birë, thot e din, thot sa herë ke thonë, sa herë ke thonë, pse njerëzit kur ju afrohet vdekja edhe kanë mendjen, ju punon mendja, po ju punon edhe gjuha, pse s'na e përshkrujnë vdekjen, pse s'na flasin pak për ta, me morën e mësim për ta, pe i sajna, pse thot edhe ti o babë, s'ma përshkrujnë vdekje me pak fjalë. Thot, më rëbirë, vdekja koka, ma e ranë, se sa me përshkru me fjallë. Ma e madhe, ma e ranë, se sa të përshkruhet me fjallë. Shumë njerëz nuk e kanë parasysh. Çdo gjë merr fund. Çdo sen merr fund. Çdo sen, amo krejt merr fund. Sa njeri ka thonë s'kam vak me fal namazin se ko me shku me kry një varbune se ja u lo pasarsve. E ndoshta se ka kryu atë punë hiç, e se ka fal namazin hiç, edhe pasars pas vdekjes sina janë bërë shumë më mirë, edhe nuk kanë pas nevojë për atë punë hiç. Këso ka me miliona, pafundësisht. Mirë, po raporti me Allahun e lon mangut shumë. Shpesh na di me bë kështu. Thot më rëbir, vdekja ka sikur një kodër e madhe mbi krah, mbi shpinë, e cila po të rëndojta. Peshë e madhe, e ranë, edhe sikur shpirti po del për birë gjylpanës, toka e qiellja bo bashk e unën mes tyre. Pra mendoj çfarë përjetimi të mërshëm e i dhimbshëm. Toka e qiellja bo bashk e unën mes tyre.
Pra mendo njëri që ka shoqëru pejgamberin alayhis salam, ka jetu me pejgamberin alayhis salam, ka marrë pjesë në betejat lavdishme, që përmendën sot si betejat lavdishme në historinë e Islamit dhe ne krenohemi me ato, sepse më bëu sebeb që krejt Egjipti më konë musliman me përjashtim të vogël. Por thot biri jam dije. Tash i thot biri jam dije, djali jam dije se jeta jam kaloi në 3 faza. E para thot kur jam konë në kohë të ignorancës, gjahiljetit. Thot nuk ka pas diçka më të dashur tonë se sa me vra Muhamedin. Nuk ka pas diçka. Kam insistuar edhe me njerëz të tjerë me vra Muhamedin. La ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. E deshja Allahu e nuk ma mundsoj. Pastaj deshja Allahu që udhëzova une. Edhe sa momentet bukra e në kanë, sa qaset bukra e në kanë. Si kur Allahu thot ma kishte marrë shpirtin në kohën e Muhammedit alayhi salatu wassalam, e ai alayhi salatu wassalam ma falte gjenazën, ma falte namazin e gjenazës sallallahu alaihi wasallam. Por kaloi edhe e kohë pas vdekjes ti na ju dham dunjas o birë, e nuk e di sa Allahu a do të më falë apo do të më dënoj. E nuk e di sa Allahu a do të me mëshiron me mëshirën e ti apo do të më dënoj. Subhanallah, të nderuar vëllezër, prej një sahabiut i cili me lejnë Allahu Gjelle Gjelalu është prej gjenetlive, qështë ka përshkru jetën e vetë me pak fjalë, edhe qështë kanë pas frikë të ardhmen, edhe qështë janë kujdes për raportet e tyre me Allahun e madhëruar. Prandaj o vëllezër, mos me ilon vend shejtanit që me na shkput dynjaja lidhjen me Allahun e madhëruar. Mos lejo me hinë mes teje edhe Allahu dynjaja, sepse vallahi mirë për ato i cili hinë dynjaja ja shkput lidhjet me Allahun. Gjithsesi me punu, e me u angazhu, por mos me harru Allahun edhe me kryu obligimet, sepse çdo gjë është befas. Çdo gjë nuk e dim çka kem përparan. E shifni, sot një javë jemi falë bashk, sot nuk jemi bashk me neve. Çdo kush e ka një moment të tillë. Çdo kush vdes mes 2 namazeve. Gjithë keme vdek mes 2 namazeve. I lumja i cili vdes e falë namazin, pastaj ja drejton shpirtin Allahut. Haxhia i nderuar e ka falë namazin e sabahut, e pastaj ja ka drejtuar shpirtin Allahut. Sa përfundimi mirë është. Allahu na i mundsof përfundimet e mira e Rabbi, e na falë të na mëshiroj kur ne gabojmë. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, ekthiru dhikra hadimi ladhat. Shpeshtone përmendjen e asaj e cila u aprish knasit e kësaj dunjaje. Përmend në shpesh, kujtone atë e cila u aprish knasit e kësaj bote, e cila është ajo vdekja. Besimtari nuk friksohet për i vdekjes, sepse ka qenë Ebu Dardaja radiallahu ta'ala an, i cili ka thonë se e du varfrin, e du smundjen, e dua thot smundjen që Allahu të më shly gjunat, e du varfrin thot që kur t'i bia Allahu të sejsh dhe me konë modest i thjesht, por edhe një thot e dua vdekjen sepse më ka marrë malli për Allahun, edhe e du takimin me Allahun. Ka qenë sahabi prej sahabeve të njohur, se cili për neve ka me i shiju këto momente. Allahu na i mundsoft me i shiju ashtu si kur sa ajo është i kënaqur, ja Rabbi. Ja Rabbi. Prandaj të dashur vëllezër, ai i cili e përmend, e kujton, nuk e largon nga mendja momentin e ndarjes prej kësaj bote, padyshim se i ka 3 gjana. E para, e shpejton pendimin, shpejton drejt pendimit, mungut, kem bo diçka, kem lënë diçka keq, e kem bo një sen jo të mirë, e kështu me radhë, me shpejtu pendimin. Nuk do të ketë diçka më të mirë për robin se sa kish me lyp me u pendu, për shumë gjana ndoshta një jetë. Por pendohu sa dush kur t'vjen
shpirti të këfyti me dalë, s'ka më vendim. Edhe faraoni ka thonë, kur jënë bashku detet, duke njek Musaun a.s. Edhe faraoni ka thonë, e besoj Zotin e Musaut edhe Harunit. Kryja e punë, s'ka mjaftu ma gjati, s'ka pas gjati. S'ka mjaftu, s'ka pas gjo ma ti hiq. S'ka vlejta ja mo, s'ka kur fra vlera u kry, momenti fundit. E dyta, me u knaqë me ato që Allah unë e ka thonë. Pa vallaj, mësë me lakmun ato që ka është në dorën e njerëzve, me punu e me u angazhu, e me falendru Allahun për të mirat që i kem, e nëse falendrujmë Allahun e ishtë të mirat. Amo me u knaqë, mos i këshyrë tjerë që ka kanë, ndoshta ma shumë se sa ti, sepse nuk e dijet sa gajlen e sa të lashen e kanë, ma shumë se sa ti. Edhe e treta, kush e kujton vdekjen, nuk e harro vdekjen, ka gjallëri, është aktiv në raport me Zotin, me adhurimet ndaj Allahu Gjelle Gjelalu. Është aktiv, sepse e di që ka mu taku me Allahun, e di që ka me lanë krejt, më t'jep Allahu 100 vjet, 120 për dikur, vetë ki me thonë o Zot, ushtjerë trupi, krejt, ushtjerë trupi, s'ka ma forcë, mërë ma shpirtin, subhanallah. Prandaj para se me arë qaj moment, mi pas parasysh këto 3 gjana, sepse kush si ka parasysh këto 3 gjana, pa dyshim se e vanon pendimin, nuk merret e pendim, hajtë se ka vakt, ka ku. Mirë, edhe ai i cili nuk e përmend vdekjen, nuk e ja kujton vetes ka herë vdekjen, është nuk knaqet me ta që e ka. Kështu që ka tjerë, që ka buaj, që ka bu kë, filani ka, duhet mja bo gjithë që shune me bo edhe që ka bo edhe ai. E që me bo? A duhet ndoshta me dalë me vjedh, apo ndoshta duhet me dalë me morë me drogë, e me faqet zeza, e me fajde, për me bo si ai, knaqu me ata që ki. Knaqu, sepse jeton me nder, rritën fëmija me nder me lejnë Allahut, Gjelle Gjelalu, po ashtu, kur s'kujtohet vdekja edhe, dembelia shumë prezente. Hajtë se e fali namazin ma vonë, hajtë se nesër, hajtë se në këtë gjumasët e kom një takim, më smëj me shku në gjumasët se a ki takim ma të rëndësishëm se takimin me Allahuna? A ki takim ma të rëndësishëm? Përveç atyne që kanë përjashtime, ata djemë tonë, ata vlezër tonë, që janë në përpuna shumë të rëndësishme, e që arsytuan momente të caktuara. Por nuk do të thotë që nuk e falin gjumon, ndoshta nuk e falin aty për aty, po e falin ma vonë, ose a ditë e falin dreken, pastaj e falin gjumon, e kështu me radhë. Prandaj me i shpeshtu veprat e mira, të cilat neve na përgatisin e na bojnë gati me lejnë Allahut, që kurdo që vjen momenti i papritur, me konë faqe bardhë, inshallah.